Ari mbetet një nga metalet e çmuara më të vlefshme dhe më të kërkuara që gjenden në korren e tokës. Për të përfituar vetëm rreth 6 gram ar, duhet të nxjerret dhe të përpunohet afërsisht 1 ton mineral. Ky fakt tregon qartë se i rrallë është ky metal në natyrë dhe sa shumë material duhet të trajtohet për të prodhuar edhe një sasi shumë të vogël të tij. Shkencetarët besojnë se ari është formuar miliarda vjet më parë, shumë përpara se vetë toka të ekzistonte. Megjithse ari është një element i rëndë, ai nuk mund të krijohet përmes reaksioneve kimike të zakonshme. Në vend të kësaj, ai formohet gjatë ngjarjeve kozmike jashtëzakonisht të dhunshme, si shpërthimet e supernovave dhe shembja e yjeve në fund të ciklit të tyre jetësor. Në këto ngjarje, energjia e çliruar është aq e madhe sa bërthamat e atomeve më të lehta bashkohen, duke formuar elemente të rënda si ari, argjendi dhe platini. Me kalimin e kohës, grimca mikroskopike të panumërta të këtyre metaleve u shpërndan në hapësirë dhe u përzien me pluhur dhe shkëmbinj kozmik. Gjatë miliarda viteve të para të historisë së tokës, planeti ishte ende i nxehtë dhe pjesërisht i shkrirë. Elementet më të rënda, si hekuri dhe ari, kishin prirjen të zbrisnin drejt bërthamës në veprimin e gravitetit. Megjithatë, një pjesë e këtyre metaleve mbeti e bllokuar në korren dhe mantelin e tokës, kryesisht për shkak të bombardimit të fortë nga asteroid metalik që goditën tokën rreth 4 miliard vjet më parë. Këta asteroid përmbanin arë dhe metale të tjera të çmuara, të cilat u përzien me shtresat e jashtme të planetit. Rreth 2 miliard vjet më vonë, uji i nxehtë i bllokuar brenda tokës filloi të qarkullonte përmes sharjeve të vogla, duke krijuar thyrje në shkëmbinj. Këto lëngje hidrotermale transportonin minerale të tretura dhe ndërsaftoheshin, formonin damar kuarci. Pikërisht, brenda këtyre damarve, ari filloi gradualisht të përqendrohej. Edhe pse këta shkëmbinj mund të duken të zakonshëm, ata shpesh përmbajnë sasi të vogla, por të vlefshme të metalit të çmuar. Gjatë miliona viteve, erozioni natyror i gërryen të këto formacione shkëmbore, duke krijuar grimca ari që përfundonin në shtratin e lumenjve dhe përrenjve. Por si gjendet, nxirret dhe rafinohet në të vërtetë ky ar? Pikërisht, për këtë bëhet fjalë në këtë proces. Ari gjendet më shpesh në damar shkëmbor që përmbajnë edhe minerale të tjera, si kuarci dhe piriti. Këta damar janë formuar miliona vjet më parë. Me kalimin e kohës, disa rajone të planetit grumbulluan rezerva të mëdha ari, të përqendruara në pak zona të veçanta në përbot. Disa nga depozitat më të mëdha ndodhen në jug të Australisë, në Kinë, në Afrikën e Jugut, në Peru dhe në perëndim të Shteteve të Bashkuara. Gjetja e vendit ku fshihet ari nuk është një detyrë e thjeshtë. Gjeologët fillojnë duke studiuar harta gjeologjike të detajuara në kërkim të formacioneve të lashta dhe rajoneve ku korri e tokës ka pësuar ndryshime të mëdha. Këto kushte janë ideale për qarkullimin e ujrave të nxehta dhe depozitimin e mineraleve. Me ndihmën e satelitëve dhe sensorëve ajror, ata mund të identifikojnë anomali kimike dhe magnetike në tokë, të cilat mund të tregojnë praninë e arit ose të metaleve të tjera të çmuara nën sipërfaqe. Hapi tjetër zhvillohet në terren. Mostrat e tokës dhe të shkëmbinjve mblidhen dhe dërgohen në laborator, ku i nënshtrohen analizave kimike të detajuara. Nëse prania e arit konfirmohet, ekipet e kërkimit fillojnë shpimet për të përcaktuar thellësinë dhe madhësinë e vendburimit, që nga ai moment nis një nga fazat më të shtrenjta dhe më komplekse të minierave moderne. Planifikimi i kujdesshëm, makineritë e rënda, eksplozivet e kontrolluar dhe kamionet gjigant përdoren për të hequr sasi të mëdha shkëmbinjsh dhe për të zbuluar metalin e çmuar të fshehur nën sipërfaqe. Kur ari ndodhet pranë sipërfaqes, metoda më e zakonshme është nxjerrja në minier të hapur. Procesi fillon me heqjen e shtresave të sipërme të tokës dhe shkëmbit të pavlefshëm që mbulojnë mineralin. Ekskavatorë të mëdhenj
ngarkues dhe kamion të projektuar posaçërisht punojnë së bashku, duke lëvizur mijëra ton material çdo ditë. Toka gërmohet në shkallë të gjëra horizontale, të njohura si shkallëzime, të cilat lejojnë akses të sigurt për makineritë dhe ndihmojnë në parandalimin e rrëshqitjeve të dheut. Këto minjera mund të arrijnë qindra metra thellësi dhe të shtrihen për disa kilometra, duke formuar kratere gjigante që mund të shihen edhe nga hapësira. Në zonat ku shkëmbyi është më i fortë, hapen vrimat të thella dhe mbushen me eksploziv të kontrolluar me kujdes, të cilët e coptojnë shkëmbin në mijëra pjesë më të vogla. Qëllimi është të zvoglohet madhësia e materialit në mënyrë që të mund të transportohet. Më pas, ekskavatorët dhe ngarkuesit kthehen në punë për të ngarkuar mineralin në kamion gjigant, të cilët e dërgojnë atë drejt thërmuesve të minjerës. Megjithatë, jo i gjithë ari është kaq i lehtë për t'u arritur. Kur ai gjendet në damar të thellë dhe të ngushtë, i gjithë procesi ndryshon. Në këtë rast, përdoret nxjerrja nëntoksore. Në këtë metodë hapen tunele dhe galeri që ndjekin drejtimin e shtresave shkëmbore, ku është përqendruar ari. Muret e tuneleve përforcohen me beton të spërkatur dhe mbështetëse çeliku për të garantuar sigurinë e punëtorëve. Instalohen gjithashtu sisteme ventilimi për të sjellë ajër të pastër dhe për të larguar gazrat, pluhurin dhe nxehtësinë, e cila në nëntokë mund të kalojë 50 gradë Celsius. Sistemet e monitorimit të vazhdueshëm përdoren për të garantuar kushte të sigurta pune nën tokë. Përveç kësaj, sistemet e drenazhimit dhe pompimit largojnë ujërat nëntoksore, që përndryshe do të përmbytnin tunelet dhe galeritë. Brenda këtyre tuneleve, makineritë pneumatike të shpimit krijojnë një seri vrimash të sakta në shkëmb, duke ndjekur planin e shpërthimit të hartuar nga inxhinierët e minjerës. Këto vrima më pas mbushen me eksploziv me fuqi të lartë, të lidhur me fitila detonues dhe sisteme elektronike me kohëmatje shumë të saktë. Sekuenca e shpërthimit programohet me kujdes në mënyrë që ngarkesat të shpërthejnë në fraksione sekonde. Kjo kohëmatje kontrolluar e copton shkëmbin në mënyrë efikase, duke minimizuar dridhjet dhe duke ulur stresin strukturor mbi muret përreth të tunelit. Pasi zona ventilohet dhe kushtet e sigurisë konfirmohen, operatorët kthehen për të ngarkuar dhe larguar materialin e thyer. Shkëmbi i nxjerr transportohet nga automjete të artikuluara nëntoksore drejt thërmuesve, ku coptohet edhe më tej. Prej andej, materiali dërgohet në sipërfaqe përmes rampave, rripave transportues ose puseve vertikale. Minerali më pas kalon në fazën tjetër, përpunimin. Pikërisht këtu, shkëmbi i nxjerr fillon zhderrimin e tij në art të rafinuar. Në uzinat e përpunimit, minerali i papërpunuar kalon fillimisht në përthermues dhe mollin të mëdhenj, që reduktojnë shkëmbin në një pluhur të imët. Gjatë kësaj faze, materiali kalon në përthermim parësor dhe dytësor, ku nofullat të fuqishme e coptojnë shkëmbin në fragmente më të vogla. Këto fragmente më pas futen në mullin me topa ose mullin me goditje, të cilët rrotullohen me shpejtësi të lartë me sfera çeliku brenda, duke e bluar mineralin në grimca edhe më të imta. Ky hap është thelbësor, sepse shiron arin e bllokuar brenda strukturës së shkëmbit dhe rrit efikasitetin e proceseve të mëvonshme të ndarjes. Materiali i bluar përzihet me ujë dhe reagent kimik, duke formuar një masë të trash, të njohur si pulp minerale. Kjo përzierje pompohet më pas në tanke ndarje, ku fillon nxjerrja e vërtet e arit. Në varësi të llojit të mineralit, përdoren metoda të ndryshme për të përqendruar metalin e çmuar, si flotacioni, ndarja gravimetrike ose cianidimi. Në procesin e flotacionit, në pulp injektohen fluska ajri, duke bërë që grimca që përmbajnë ar dhe sulfide të ngjiten pas fluskave dhe të ngrihen në sipërfaqe, ku mbledhen si një shkum e përqendruar. Në ndarjen gravimetrike, procesi bazohet në ndryshimet e dendësisë. Ari, duke qenë më i rënd, vendoset në fund,
ndërsa materialet më të lehta largohen. Kur ari është i shpërndar shumë imët në shkëmbë, përdoret procesi i cianidimit, i cili është metoda më e përdorur në botë. Në këtë teknik, pulpa minerale përzihet me një tretësirë të holluar të cianurit të natriumit, e cila e tret arin dhe e ndan atë nga papastërtitë. Ari i tretur më pas rikuperohet nga tretësira përmes dy metodave kryesore: precipitimit me zink ose adsorbimit në karbon negativ. Në procesin e precipitimit, zinku reagon me arin dhe e kthen atë përsëri në formë metalike. Në metodën me karbon aktiv, grimcat mikroskopike të arit gjiten në sipërfaqen poroze të karbonit, duke formuar një koncentrat të vlefshëm. Ky material më pas filtrohet, thahet dhe dërgohet në furra që funksionojnë në temperatura mbi 1000 gradë Celsius. Nën këtë nxehtësi të fortë, ari shkrihet dhe ndahet nga papastërtitë e mbetura, duke formuar një metal të lëngshëm të ndritshëm. Më pas, ai derdhet në kallëpe grafiti, ku ngurtësohet në shufra metalike të njohura si bullion. Forma standarde e përdorur nga bankat dhe rafinerit në mbar botën. Pas kësaj shkrirje fillestare, ari ende përmban sasi të vogla të metaleve të tjera, si argjendi dhe bakri. Për të arritur nivelin më të lartë të pastërtisë, ai nënshtrohet një procesi rafinimi elektrolitik, i cili arrit cilësinë e tij në 99.99% pastërti, e njohur zakonisht si R49. Në rafinimin elektrolitik, ari i papastër formohet në anod dhe vendoset në një tretësirë përçuese. Kur aplikohet rryma elektrike, atomet e arit shkëputen dhe depozitohen ngadalë në katod, duke formuar kristale metalike, pothuajse të pastra. Pas rafinimit, ari shkrihet përsëri dhe derdhet në kallëpe të standardizuara, duke prodhuar shufra tregtare. Këto shufra të certifikuara mund të peshojnë nga vetëm disa gram deri në rreth 12.4 kg dhe përdoren nga bankat, investitorët dhe rafinerit në mbar botën. Në këtë mënyrë, një metal që dikur ishte i bllokuar thellë në korën e tokës, zhderrohet në një nga materialet më të vlefshme dhe më të dëshiruara në historinë e njerëzimit. Një simbol i pasurisë, fuqisë dhe bukurisë për mijëra vjet. Kjo ishte gjithçka për sot. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.